Bleona, të përshëndes, për kë bëhet fjalë cili është personi ekstraduar sot nga Gjermania dhe si është bërë i mundur i gjithë ky operacion? Të përshëndes edhe unë, Fabio Ballabani është personi cili është ekstraduar në bashkëpunim me Interpol Tiranën dhe autoritetet e huaja pasi ky fundit ishte shpallur në kërkim nga dosja e cila me vendim të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndaj tij është saktuar një masë sigurie arrest me burg, pasi dyshohet se pas një urdhri që ka marrë nga Emiliano Shullazi, ky fundit ka ushtruar dhunën dhe ka kanosur burrin e gjyqtares Saida Dollani. Bashorti i gjyqtares në fakt është dhunuar në vitin 2019, është një ngjarje e cila ka vite që ka ndodhur dhe gjithashtu është kërcënuar dhe i është shuar një mesazh nga ana e Ballabanit, duke u shprehur se Saida Dollani, bashortja e tij, e cila kishte edhe çështjen dhe dosjen e Shullazit, duhet të tërhiqej nga kjo çështje. Ndërkohë që ndaj tij rëndon tashmë goditja, rëndon disa akuza si goditja ndaj pjesëtarëve të familjes së personave që kryen detyrë shtetërore, teksa ishte shpallur në kërkim prej disa vitesh. Ndërkohë që sipas edhe informacioneve, Interpol Tirana së bashku me homologët gjerman kanë bashkëpunuar dhe pasi është arrestuar në shtetin gjerman, ai është dorëzuar pranë autoriteteve shqiptare. Ai ka prekur sot tokën shqiptare përmes rinasit dhe më pas është dorëzuar drejtorisë së burgjeve, aty ku më tej është dërguar në qeli dhe do të përballet me akuzat që rëndojnë mbi të. Ndërkohë që Saida Dollani është gjyqtarja e cila pra është e përfshirë, le të themi, dhe ka qenë një ndër gjyqtarët që ka pasur në dorë çështjen e Shullazit, teksa ky i fundit urdhëroi Ballabanin për t'i dhunuar bashortin e saj, ndërkohë që kjo e fundit u largua nga procesi gjyqësor i Shullazit pasi u konstatua dhe rasti kërcënimit nga ana e këtij të fundit. Ndërkohë që pas 10 muajsh hetime dhe le të themi verifikime nga ana e policisë, u vërtetua se po në fakt urdhri është dhënë nga Emiliano Shullazi, ndërkohë që kjo është një gjithë ngjarje, le të themi, u zbardhe nga aplikacioni SkyCC dhe komunikimet që kanë pasur anëtar të ndryshëm të bandave duke komunikuar me njëri tjetrin dhe duke parë kështu dhe verifikuar edhe ngjarjet që kanë ndodhur në kohë dhe duke bërë të mundur zbulimin e ngjarjes dhe zbardhjen e ngjarjes. Ndërkohë që teksa ne flasim për një ekstradim, Ballabani do të përballet me akuzat që drejtësia shqiptare ka ndaj tij. Të lutem, Bleona, vetëm një saktësim, ndaj Fabio Ballabanit ka akuza vetëm për këtë episod apo ai është i akuzuar edhe për ngjarje të tjera? Paktën nga dosja hetimore që GKO ka zbardhur dhe ka lëshuar ndaj tij një masë të caktuar, një masë arrest me burg, është pikërisht për këtë vepër penale, pra për goditje ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, si në rastin e Saida Dollanit, pra gjyqtarja e cila ka pasur në dorë çështjen e Shullazit. Ballabani është një emër i cili, 38 vjeçari Fabio Ballabani është një emër i cili është përmendur në këtë dosje dhe dyshohet që ka qenë pjesë e grupit të Shullazit, por nuk ka të tjera dyshime apo vepra që mund të rëndojnë mbi të paktën në momentet që flasim, dhe ekstradimi nga ana Interpol Tiranës, kërkimet dhe gjitha, le të themi, dokumentat janë kryer në bazë të kësaj ngjarje të regjistruar në vitin 2019. Faleminderit, Bleona Sari, për raportimin.